Edi Rama I ka rritur çdo vit taksat gjatë gjithë kohës që ka qenë kryebashkiak. Vetëm në një vit ka rritur tarifën e pastrimit me 60% dhe taksën e gjelbërimit me 250 deri në 300% në 2 vjet. Në vitin 2008, taksa për shitjen për bulmet dhe mish ishte 20.000 lek dhe në vitin 2009 u bë 25.000 lek. E njëjta gjë edhe për frutat dhe perimet. Edi Rama I ka rritur sistematikisht taksa duke dëmtuar qytetarët, bizneset. Dëmi është I jashtëzakonshëm sidomos për familjet e varfra, të cilët janë të detyruar nga rritja e taksave të paguajnë çmime më të larta për të siguruar ushqimet e domosdoshme për mbijetesë. Rama është shumë I zënë me konfliktet e tij politike, le ta lëm të merret me to, ne kemi nevojë për një kryebashkiak ndryshe, për një kryebashkiak që ka të parë qytetarët, që ka të parën Tiranën. Ju falenderoj.